Tregu shqiptar i qirave afat shkurtra po përjeton një zgjerim të fortë, i nxitur nga rritja e numrit të turistëve dhe ndryshimi i preferencave të tyre për akomodimin. Në qershor rezervimet arritën rreth 284.000 net qëndrimi, 23% më shumë se një vit më parë, ndërsa oferta e pronave u rrit me vetëm 9.26%. Kjo diferencë ka ndikuar edhe në rritjen e zënies së pronave, e cila në qershor arriti në 60% nga 55% e një viti më parë. Apartamentet, vilat dhe shtëpitë private po preferohen gjithnjë më shumë nga familjet, çiftet dhe turistët që kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe qëndrime më të gjata. Shqipëria tashmë renditet ndër tregjet me rritjen më të shpejtë të qirave afat shkurtra në Ballkan. Numri pronave aktive është rritur me mbi 15% gjatë vitit të fundit, duke arritur në rreth 28.000 prona, ndërsa numri netëve të rezervuara është rritur me 18%. Edhe të ardhurat kanë shënuar rritje të ndjeshme duke arritur në rreth 144 milion euro, ndërsa çmimi mesatar për një natë është ngritur në rreth 57 euro. Të dhënat tregojnë se qirat afat shkurtra po kthehen në një nga komponentët më të rëndësishëm të industrisë turistike shqiptare. Rritja e kërkesës po krijon gjithashtu mundësi të reja për pronarët dhe investitorët, veçanërisht në zonat turistike dhe qytetet kryesore. Megjithatë, ritmi më i lartë i kërkesës krahasuar me ofertën mbetet një sfidë për tregun, i cili duhet të zgjerohet për të përballuar numrin gjithnjë më të madh të vizitorëve. Në të njëjtën kohë, zgjerimi i qirave afat shkurtra po ndihmon që aktiviteti turistik të shtrihet edhe më tej muajve të pikut të verës, pasi turistët po kërkojnë gjithnjë më shumë akomodime private për udhëtime kulturore, qëndrime të gjata dhe përvoja të ndryshme në Shqipëri.